Edhe pse nga Saubermaher dhe ndërmarrja publike komunale në Tetovo mundësua grumbullimi pa pagesë i mbetjeve inerte, madje duke I marrë ato në çdo ambisëri. Disa banorë të pandërgjegjshëm vazhdojnë edhe më tej të hedhin mbetjet inerte jashtë kontejnerëve. Nga ndërmarrja publike komunale thonë se do të nisë aksioni për kapjen e personave që hedhin mbeturinat inerte nëpër rrugë, ndërsa po ashtu paralajmërojnë edhe padi. Mirë po, tash kemi edhe qytetarë të pandërgjegjshëm, të cilët I hudhin rreth kontejnerëve, ku neve na paraqesën si problem shtesë. Mirë po do kisha bërë një apel të qytetarët se do ketë një inspektim nga ana e inspektorëve komunal, do të bëhen fotografime dhe do të kenë padi penale ato të cilët do të takohen duke hudhur mbeturina inerte. Prandaj I lutim të gjithë që mbeturinat inerte le të paraqiten, ne u mundsojmë domethënë shërbimin falas, u marrim deri në shtëpitë e tyre. Ndërkohë kreu I komunës së Tetovës Bilal Kasami hodhi poshtë zërat se komuna kërkon 1.000 denar për bartjen e mbetjeve. Unë ndëgjova këto ditë se qytetarët arsyetohen se komuna ju kërkon nga 1.000 denar. Komuna nuk ju kërkon asnjë cent për mbeturinat të cilat janë jashtë atyre komunale dhe të cilat duhet të paraqiten qytetarët dhe shkojnë me marrim edhe një herë shtëpi, sepse me atë që I hudhin pranë kontejnerëve, ata vetëm që na e randojnë menaxhimin dhe punën me menaxhimin me mbeturinat. Edhe një herë I luz gjithë qytetarët që të kujdesemi bashkë për ambientin, të kujdesemi bashkë për këtë qytet, për hapësirat publike. Ndërkohë që nga komuna e Tetovës dhe Saubermaher u caktua ky vend për hedhjen e mbeturinave inerte edhe atë pa pagesë. Mjafton që qytetarët të kenë të paguara faturat e fundit të harxhimeve për mbeturinat. Pikat më kritike në qytet ku hidhen më së shumti mbetje inerte janë lagjet jashtë qytetit, ku edhe kontrolli I inspektoratit është më I dobët.